Desh më ra të fikët duke bërë buzët për herë të parë. Po e dëgjuat shumë mirë, budallëqet me mua nuk kanë fund, por gjithsesi të bëhemi gati dhe të shkojmë në klinikë. Dhe kështu duken buzët përpara aktit. Shkova në klinikë si gjithmonë me vonesë. Vetëm këtë pjesë arrita të filmoja kur po më dezinfektonte buzën, se pastaj më fikën ndjenjat fare. Këtu janë pasi kam mbaruar. Sigurisht që është një rezultat minimal edhe pse në story kam bërë një prank të vogël dhe kam treguar një foto me AI. Ku duket sikur kam fryrë jashtëzakonisht shumë. Është shumë e sigurt që nëse nuk do të thoja që kam bërë buzët, nuk do ta kuptonte kurrë njeri që unë kam bërë buzët, sepse siç mund ta shikoni ndryshimi është më pak se sa minimali, sa që po më duket edhe mua sikur nuk kam bërë asgjë fare. Mirë që shkova 40 minuta me vonesë atje, po isha kështu e lumtur, nuk kisha emocione fare. Pastaj kur u futa dhe po flisja me doktoreshën, kishte humba fare, domethënë nuk as po jepja as po merrja, ajo po fliste, unë s'po e kuptoja. Edhe gjatë asaj mini konsultës aty ajo më kishte thënë mua që nuk do të bëj krem pirës, por do ta injektoj direkt. Dhe unë normalisht pranova, sepse nuk e kuptova çfarë më tha. Dhe kur ajo mori shiringën, i thashun po kremin pirës ku është? Dhe më tha jo, nuk do ta bëj kremin pirës sepse ta shpjegova që mund të lëri shenja. Ose njolla Leila, 7 mendje atje pranova dhe thash, "Ok, mund të fillosh me injektimin." Ajo vazhdoi me injektimin dhe bëri diku tek 3 shpime këtu dhe 2 shpime këtu që nuk kishin fare të dhimbshme. Që të thuash në një dhimbje kush e di se çfarë, por thjesht fakti që unë kisha parë edhe video se si futej ajo gjylpëra në buzë, edhe thjesht imazhi se çfarë po ndodhte me buzën time në ato momente, më filloi një sakëlldi që nuk kam fjalë të shpreh. Dhe kur mbaroi me këtë pjesën këtej dhe do kalonim te pjesa tjetër, aty pastaj nuk po duroja dot më. Edhe I thash asaj nuk jam mirë, më duhet alkooli. Ajo uli direkt karrigen dhe më ngriti këmbët lart, që fillova u qetësova, më dha një sheqer. Pastaj u qetësova dhe thash, "Ok, mund të vazhdosh me anën tjetër sepse kisha vetëm një anë të bërë dhe nuk po shikoja fare nëpër video, nëpër foto, se aty pastaj kisha vdekur vëndun." Më bëri dhe anën tjetër, edhe herën e dytë më erdhi si gjendje fikti, po jo aq shumë. Gjithsesi unë jam shumë e lumtur që e provova si eksperiencë. Nuk më intereson se dëshmëra të fikët ose jo. Si mendoni ju, të vazhdoj të bëj pak më të mëdha herë tjetër apo jo? Thoni po se I lexon burri këto.